Kryetarët e komunave nisim me Suarekën e kemi Bali Muharremajn drejt për drejt. Kryetari Bali Muharremajn që ka qenë pjesë e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Kryetar, ku ishe në ditët e para të çlirimit? Sot 26 vite jemi përgatit për me 13 qershor me hinjë në komunën e Suarekës. Do të keni qenë në përgatitje. Ne përgatitjet jemi klanë për me hi me 13 qershor, që është për fat të mirë ka hi Ushtria Shqiptare e Kosovës me 13 qershor të vitit 99 në Suarek. Tu i falendru ushtarët, po tu i falendru dhe faktorin atë. Dej ku ishte UÇK-ja në 12 qershor? Deri në Duel, apo e Biraq, pastaj edhe Biraq, Duelet, Saralevë, gjitha fshatet, domethënë bashkëpunim me brigada të tjera, mirë po territori është tonë, ne kemi bërë pjesë në zonën operative të Pashtrikut, brigada Sestra, ka përfshirë edhe batalionin e Bodakovës, një pjesë të Kabashit, e kështu që mënyrën më të mirë të mundshme edhe gëzimi më i madh për mua në histori ka qenë atë kur kemi Suarek dhe ka shkel kama jonë në asfalt për të parë. Fshatrat për skaj rrugës Prizren Suarek ishin paraprakisht të çliruara apo edhe këto shkohen bashkë me këtë operacionin e Pashtrikut? Jo, bashkë me këtë operacion kur kemi Suarek, atë ditë mas dite, kur kanë fillu pjesa ushtrisë me kaluar në për fshatra dhe kanar për fshatra për Bodakovës, dikon në orët e vona të mramës për fshatra të tjerë, kështu që kanar në Suarek, po 13 qershor është dita më rëndësishme po foli për komunën e Suarekës, ditë më historike nuk ka, kuptohet që është 28 nëntori, është edhe 17, po s'do të shoh për neve Suarekën 13 qershor është një ditë shumë rëndësi. Mirë, e di që gjithë kemi kujtimet të përzira, se krahas që ktheheshim ne refugjatët për dhe ju nga mali, edhe shinim se çfarë ka ndodhur realisht me masakrat edhe djegjet edhe emocionet ishin të përzira, besoj secili kosovari ka të përzira emocionet për ato ditë, por kur ishte ai momenti? Kur ishte ai momenti, kryetar? Nuk dua ty tek ajo dhimbja e madhe për humbjen e njerëzve, për masakrat e për këto, por interesant, në fakt, kjo natyrisht evokimi këtyre kujtimeve. Çfarë do të ndodhë nesër, çfarë do të ketë aktivitete, çfarë do të bëni për ta shënuar ditën e? Sot momentalisht për një 20 minuta jemi në fshatin Duel, sot respektojmë dy dëshmor të fshatit Duelit që kanë vendosim pllaka për kujtimore për ta. Agenda fillon nesër për orës 9, pritet kryetari i komunës Musafir, në radhë fillojnë homazhet të vorrezat të parë këtyre dëshmorëve, të lapidarët, një ashtu në Saralevën, se me tesht. Në ora 12 kemi akademinë për kujtimoret që vlerësohen njerëz që kanë kontribut, domethënë janë mirë 13 qershorit që i japëm. Në ora 17:30 kemi parakalimin e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, marshon përmes qytetit, dhe në ora 18 përfundon me një koncert me këngëtar të miniorit të komunës Suarekës që fillon koncertin në sheshin e Suarekës në ora 20. Nesër është festë Suarek, po besoj që është Suarek, po edhe në përfshatet e komunës Suarekës. Mirë, uroj që natyrisht gjithçka shkojë si është më së miri. Faleminderit për këtë lidhje direkte dhe për këtë evokim të kujtimeve.